Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Me lëngun e kësaj lule ju do të shpëtoni një herë mirë nga këto probleme. Vetit janë të shumta duke nisur që nga problemet me lëkurën dhe deri tek pastrimi I enëve të gjakut. Një studim I ri sugjeron se kamomili mund të parandalojë rritjen e nivelit të sheqerit në gjak. Diçka e tillë ndihmon në parandalimin dhe lehtësimin e komplikimeve që sjell sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit janë përdorur për çajra qetësues dhe për të luftuar ankthin dhe stresin. Vaj me lule kamomili ndihmon të gjithë sistemin kardiovaskular. Ai lehtëson qarkullimin e gjakut, e pastron atë nga ngurtësimet e qelizave të gjakut dhe përshpejton procesin e oksigjenimit të tij. Si të përgatisin vajin me lule kamomili? Për këtë kur mund të përdorni lule kamomili të thara. Mund t'i blini në farmacitë bimore ose të përdorni kamomil të freskët. Nëse përdorni kamomil të freskët, duhet të këpusni lulet nga pjesa tjetër e bimës. Në një kavanos të madh qelçi, hedhim gjysmë litër vaj ulliri dhe më pas shtojmë rreth 3 deri në 4 lugë të vogla të plota gjelle me lule kamomili. Këshillohet që me ndihmën e një luke ta përzini përbërjen në mënyrë që lulet të jenë të zhytura plotësisht në vaj. Më pas e mbyllim kavanozin me kapak dhe duhet ta vendosim në një vend me dritë. Përbërjen ju do ta lini kështu për 2 javë. Në këtë mënyrë, lulet e kamomilit gjithashtu do të kenë lëshuar të gjithat enzimat e tyre tek vaji I ullirit. Pasi të ketë kaluar kështu 2 javë, kullojmë lulet e kamomilit dhe vajin e hedhim në një enë tjetër të qelçit. Këtë përbërje ju duhet që ta ruani në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet që të konsumohet një lugë gjelle esën në mëngjes dhe të vazhdohet kështu derisa përbërja të ketë mbaruar. Kamomili është një bimë tërësisht natyrale e cila ka një efekt të jashtëzakonshëm në organizmin tuaj. Ngjason, por nuk është as lule margarita dhe as lule dele. Shumë e përdorin për të shpëlar flokët bjond, të tjerë e përdorin atë si çajin e tyre të preferuar për një gjumë të qetë në darkë. Nga ana tjetër, kamomili është një lule e bukur dhe shpëtimtare e flokëve bjond, miku më I mirë I netëve të qeta dhe gjithashtu një trajtim natyral I cili duket se rinon lëkurën. Nga ana tjetër, një prej bimëve mjekësore më të vjetra, kamomili, mendohet se është përdorur fillimisht nga egjiptianët e lashtë. Sot gjendet në 2 forma të ndryshme të përdorura për qëllime mjekësore: kamomili gjerman dhe kamomili romak. Kjo lule I përngjason gjithashtu diellit. Është një ndër më të përdorurat dhe më të studiuarat nga mjekësia moderne. Sipas studimeve mjekësore, më shumë se një filxhan me çaj kamomili konsumohen çdo ditë në të gjithë botën. Jo më kot, kamomili është një nga çajrat më popullor edhe në Shqipëri. Nga ana tjetër, I kombinuar gjithashtu së bashku me qumshtin, kamomili duket se ngroh të gjithë organizmin, ndërkohë që fal edhe qetësi mendore, por njëkohësisht edhe atë shpirtëroren. Ky çaj ka aftësinë që të ndihmojë trupin dhe organizmin të çlodhet dhe të bëhet gati për një gjumë të qetë dhe tepër të shëndetshëm. Kamomili shqiptar është një nga bimët mjekësore më të fuqishme si pasojë e klimës dhe cilësisë së tokave ku rritet në gjendje të egër. Kultivari mbetet pa ai historik që kërkohej shumë nga tregjet e huaja edhe në vendet ku tregtia nga jashtë ka qenë në krizë të plotë, e sill gjumin sa hapen mbyll syt. Çaji, kamomili dhe vajrat që kanë si përbërës këtë bimë përdoren gjerësisht për vetitë e tyre qetësuese.
Megjithatë, efektiviteti i kamomilit si një përbërës për gjumin ende nuk është provuar shkencërisht, por është provuar se përbërja kimike e kamomilit ka veti tërësisht qetësuese. Për një frymëmarrje më të qetë gjatë ftohjes, nuk mund të themi se kamomili është një kur për ftohjet, por ai mund të qetësojë ndjeshëm shqetësimet e shkaktuara nga simptomat. Studimet paraprake tregojnë se thithja e avullit që përmban ekstrakte kamomili zbut problemet e shkaktuara nga infeksioni i rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Kamomili përmban elemente anti-inflamator të cilët shpjegojnë këtë efekt pozitiv. Stresi. Konsumoni kamomil për të ulur nivelin e stresit. Kamomili përmban gjithashtu apigenin, një përbërës i cili ka efekt që lufton ankthin. Një studim gjithashtu zbuloi se pacientët që përjetonin shpeshherë ankth përjetuan përmirësime nga marrja e ekstrakteve të kamomilit nëpërmjet kapsulave, më efektiv se efekti që pacientët përjetuan kur morën pilula pa medikament. Një studim i publikuar nga revista e kimisë së bujqësisë dhe ushqimit doli në përfundimin se konsumimi i çajit të kamomilit duket se rrit komplekset antibakterial në trup. Studiuesit mendojnë pikërisht se kjo është arsyeja sepse çaji i kamomilit lufton ftohjet. Kamomili ndër të tjera përdoret edhe për kurimin e dhimbjeve të stomakut, të barkut, si edhe si vaj për të kuruar plagët, ekzemat dhe gjithashtu linë e dhenve. Por studimet e fundit për këto vetikuruese të kamomilit janë ende në zhvillim dhe me kaq pak informacione duket se kamomili është një ndër produktet më të mira për sa i përket mjekësisë alternative. Sipas ekspertëve, kamomili nga ana tjetër ndihmon edhe me shëndetin e kockave duke ruajtur dendësinë kockore. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidët në kamomil ndihmojnë kockat që të riparohen. Gjithashtu kamomili mundet edhe të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë të cilat janë të prirura ndaj osteoporozës në menopauzë dhe gjithashtu reduktimit të estrogjenit. Lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave mundin që të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre dhe çaji i kamomilit mundet që të jetë një zgjidhje për këtë problem. Nga ana tjetër, pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë dhimbjen. Megjithatë, kamomili është i mirë sepse, si nenexhiku dhe bimët e tjera, ka efekte të cilat lehtësojnë gërçet. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë relaksimin e dhimbjes menstruale, ndihmon gjithashtu me ankthin. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt dhe gjithashtu duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.